Aleikum, thot, a lejohet dhe a është e preferuar të lahemi në banjo me ujë të frymë? Për ata që se kuptojnë këtë mesele, dhe më thonë njeri vetë për vete ose hoxha ose dikush e merr një shishe me ujë, i fryn ati ujë, pastaj personin fjalë ose ai për vete ose fëmia i tij ose dikush e merr dhe lahet me të njëjtin ujë që uji i frym me prek tër trupin e personit. A është e lejuar me kjo në banjo apo duhet dikun, domethënë dikun tjetër me në vend, me në kad ose diçka që pastaj me marrë qatë ujë dhe me gjujt jo në kanalizim, domethënë për arsye se ka të lexuar brenda tij Kur'anin. Çfarë themi? Allahu e di mas miri, po më sakta përgjigje që unë jap edhe që shqetësohem është se lejohet kjo gjë për arsye se na themi që më thonë uji që ka rënë trup e që është me pjesë të Kuranit i këndum, i frym, mbetet inshallah taala Kurani në trup e uji pastaj shkon në kanalizim, bie pra të poshtë dhe shkon në kanalizim, kështu që mendoj që nuk ka problem diçka e tillë. Nëse në hoxhë thot me ujë me e la fëmin ose me la për veti, la junin banjo, inshallah nuk ka problem.